që i ke në Kosovë, e në Shqiptari, po them. Po, të paktën ata që bën pjesë e jetës publike. Për pasoj, ti që bësh pjesë e jetës publike, përballesh me se cilin njeri që mund të komentoj një deklaratë tëndën. Je ndier ndonjëherë se je gjyku pa arsye? A e shef vetën një farë mënyrë si një lloj përfaqësuesit atyre njerëzve që për pikë të fajt, pa pikë të fajt gjykohen? Unë menoj që Riza në gjykoj njerëzit të cilët arrin kamën mi kamë gjithë ditën e këqyrin televizore. Njerëzit të cilët e akuzojnë babën e vetë pëse si ka lanë pasuni baba i vetë. Se u dasht me katë të nari një profin dhe rumë që i thojnë babës vetë pëse nuk ma ke lanë qita, se pëse s'ma ke lanë qata. Do të migra vetë, do të me punu vetë. Unë një marrë në moshën 20 vjeqare në Prishtinë. Kur i marrë në Prishtinë, ko marrë dhe në Dardani, me një lagje, krejt pa njofne, pare cilat i kom investu ato njerës të din, familjarët e mi, njerës të mi e din që unë bërë që i kom marrë ato pare për me ardhë me fillu karjerën në Prishtinë. Edhe i pëtë qa njerëzit ku i e në asë ma bëjshin Dardani dhirët që këven, nuk e kom dita që është dhirët këven. Unë me autobus gjarëzve kom marrë gjithmonë prej Mitrovice me autobus gjarëzve. Vishin punëtor të Kekut me ta vishanë në Prishtinë këtë dhe hapsha lokalin. Kur pisha tash dënë me bo biznes, flenë dhe në ora domejt, ku po shka në shak. Stresi, ankthi, depresioni, krejt këto e bojnë suksesin e kompletojnë. Nuk më nërë nëse si eftof nërë me jetën, kështu definitivisht, më bo akull, kështu tamon. Së më është më konë një sukses shumë. Ke pas këso momente? Absolutisht. Po gjithë njëri i sukses shumë i ka pas. Mirë, po dikush i kamuflon ma mirë, dikush ma keq, dikush i tranon qatë rejthen e vetë, apo pëtëm, po është mirë to me mojtë. Se cili njëri si një aset shumë të rëndësishëm në trupin e mendjen e vetë që për me shiju mëngjeset lumtura do të me pas shumë mëngjeset pa lumtura. Dikush ndonjëherë thot, ose njerëzit që gjykojnë, hajtë se veç një frizerje. Si ju përgjigjesh të këtyre? A është Riza veç një frizer? Riza me të vërtet është veç një frizer, mirë po unë e tash për tash punën më të paktën që e bëj është me prej flakë, për arsye se kompania jonë përbohet prej 60 punëtorëve momentalisht. Unë nina shumë krenar që se cili punëtor i joni atë, se cili bashkëpunëtor mëna me qujtë i joni atë, është shumë i lumtur edhe mamë familjen e vetë. Por ndryshe po të jepi një informacion cilin se kom bas njëherë publik, unë e gjithmonë edhe me frizerat cilët kam punu të na prej Dardanis poshtë, jo marë vazhdimisht me tarnat e tyne se ku i kanë qu që kanë bo të kanë bo. E këna pas një rast na, du me përshëndet jashtëzakonisht shumë Besart Hasanin me cilin e këna fillu biznesin në Dardani. Këna pas tarna shumë të vogël, unë e kom pas 3 euro mi prej flak në Dardani, kur e këna fillu punën tonë po flasë. Kejtë në fillim tonin edhe vike njeri mi prej flak dhe ja blesh ati një Red Bull veti, bëj ke 2 euro e 60 cent, me 140 cent për një njerit. Edhe më thëj ke Besarti o vlatat që vazhdojnë që shtë dhe kime na fikti, tha, si e kapitan kur gjë. Tash e pa të më pagu që ranë për një vjetë për para. A din fati se arsye o konë që mos më demotivu mas 2 mujve ose mas 3 mujve, edhe me thonë tani që ka ndodhë, e pa të marrë me Besartin, e pa të më shurë një letër, kur të rritet puna dhe kur të zhvillohet veni dhe kur t'ja nisë më stabilizu, këna me marrë që të letër, këna me kalla, këna me shku me një pushem. Edhe mas një 7 muje, 8 muje veç u fillu, bo viral veni, fillu në ma shumë njerëz, me sen e këshumë harru kejtë. Në shanë krasisht të nej tash, besa shpoje veç pak ta fol, tash kena lanë që të diçka naltë, kër e pa të marrë me plan atletrin, e pa të më kallë sene. Jënë konë provë shumë sene cilat më kujtojnë nostalgjie dhe më kujtojnë eksperiencë, më kujtojnë fuqi, më jepin vullnet shumë për minejt punës gati, me dasht punën, mi respektu njerëzit për shkak se e vetëmja mënyrë për me hecë për para, e vetëmja mënyrë për më zhvillu, është me pas disiplinë, jashtëzakonisht madhe, edhe këna pas një kongë Eros Ramazotin që e lëshaj shumë gjithmonë kër e këna fillu punën, sot nuk mëna me ngu, se si të ngëj që atë kom, më kujtëm Fukara Lakov, se s've ke kërkosh një kajë. Riz, cila ka qenë sfida jote më e madhja, që në fakt u kthy edhe në mësimin tënd
ma të rëndësishëm, ma të vlefshëm? Në vitin 2022, realisht, ne kena pas një krizë financiare jashtëzakonisht madhe si kompani. Për shkak se na u zhvillum jashtëzakonisht shumë, na fillum, domethënë, i bënëm disa investime, të cilat kanë qenë jashtëzakonisht mëdha, kanë qenë milionëshe normal. Fal, milionëshe. Po. Je milioner? Milioner, prof, jam prej moshës 26 vjeçare, official milioner. Prej moshës 26 vjeçare na kena dalë me projekte aeroporti aty, domethënë mas 6 vjetë, 20 vjet, mas 6 vjetë jena konë në qit pikë. Kena dalë me projekte aeroporti aty ku e kena sot dhe biznesin. Në vitin 2022, afërsisht, në fund viti 2021, fillim viti 2023, kena bo një investim të madh ku në aeroport e kena marrë një kompani e cila ka qenë, nuk po flas me emrin mbi emrin për shkak të imazhit. Kjo ka qenë sfida. Kjo ka qenë sfida e madhe, kena pas disa probleme financiare jashtëzakonisht mëdha. Definitivisht, ju kom falenderu Zotit shumë që e kam emrin. Se veç emrin ka pështu, dhe për qëtë arsye i rri gati se vërshje dhe trupi, për qëtë arsye i rri emnit shumë gati, për shkak se Robert Greene, 48 rregullat e pushtetit, ka thonë reputacionin mbroje me jetë, se e qënë ma nalt reputacionin se jetën. Kështu që na reputacionin na mënu me majt, na mënu njerëzë me ju dalë në fjallë, dhe në kriza njerëzit na kanë mirë kuptu, dhe sot për sot jena jashtëzakonisht mirë, jena jashtëzakonisht stabil, edhe menoj që jena mërzit për mos më mërzit më khorë. Okej, shumë e bukur kjo, faleminderit shumë. Si përballësh ti me presionin, me kritikat? Të thëmë drejtën, prof, presionin e ka më të madhe në punë, për arsye se unë e maj një përgjithësi të madhe me njerëzit. Unë i falenderoj ekstrem shumë njerëzit për arsye se ne e etiketojna një masë njerëzve, që etiketimi i masës tonë, cilën na e gjujna realisht, Riza i bën disa video për një elit njerëzve, nuk i bën Riza videot për këtë popullin. Se ka shumë njerëz për shembull në Kosovë që menojnë për mua që jam normal, ka disa tjerë që menojnë për mua që jam i çmendur, ka disa tjerë për mua që menojnë që jam shumë i fortë, ka disa tjerë për Ti je i vetëdijshëm për këto? Absolutikisht.